Gjin sheshin në hapësirën e kolonave, është shfrytzuar këtë të hënë për të celebruar ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore. Folklori të gjitha trevave shqip-folce është vendosur në këtë ambient, duke sjellë performancë nga ansamble të ndryshme të Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë. Trashëgimia shpirtërore nuk ka qenë e vetmja formë që është zgjedhur nga Ministria e Kulturës për të festuar këtë ditë. Ditarët personal, dekorata, harta të vjetra si dhe sende të ndryshme, të Rauf Ficos janë dorëzuar Muzeut Historik Kombëtar nga familja, duke dëshmuar jetën e kryediplomatit shqiptar në periudhën e ish-mbretit Zog. Në tavanet e shtëpisë Dario Ston, të Selman Stërmacit, që ishin tavane shumë të larta dhe nuk i shkonte në mendje njeriut që do ishin aty. Me sëndyqe, i kishim quar atje, edhe të gjitha këto që i shikoni, ne i ruajtëm atje. E në fakt, ish mbreti Zog dhe selia ish pallatit mbretëror ka qenë një tjetër formë e aktiviteteve të kësaj dite. Sot ndërtesës që të gjithë e njohim si Akademia e Shkencave, i është vënë pllakata e monumentit të kulturës së kategorisë së dytë. Ndërtesës së cilës i kanë mbetur shumë pak objekte dekoruese nga ajo kohë, ka shërbyer në fillim edhe si selia e Parlamentit Shqiptar. Ka një histori kjo dhomë, apo jo? Po, patjetër. Kjo që ka qenë një nga ambientet e punës ish mbretit Zog, edhe kemi mjaft foto të dokumentuara të takimeve që Zogu ka zhvilluar me personalitetet e kohës. Në këtë zyrë ndërto më kujtohet në sfondin e këtij xhaku të mrekullueshëm takimi që ka patur me Fajkonicën, të cilën dhe ai e dëshmon në një nga prozat e tij të mrekullueshme, Shqipëria si mu duk. 29 shtatori është shpallur që prej vitit 2003 dita kombëtare e trashëgimisë kulturore, duke u përkujtuar jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet e tjera të vendit.